Sektori bujqësisë është një nga punëdhënësit më të mëdhenj në vend me 37% të totalit në vitin 2024. Ai mban të punësuar 432.000 individ, por 80% e tyre nuk paguajnë sigurime shoqërore. Janë mbi 340.000 punonjës të përjashtuar nga çdo mbrojtje ligjore dhe sociale dhe së shpejti do të bëhen barë për pjesën tjetër të shoqërisë. Sipas Instat, një person konsiderohet i punësuar në bujqësi nëse gjatë javës së referencës ka punuar të paktën 1 orë në aktivitete bujqësore me qëllim fitimi, pra për të siguruar të ardhura ose mallra për treg. Vitin e kaluar numri i të vetë punësuarve në bujqësi që paguan sigurime arriti në rreth 90.000, me rritje vjetore 15%. Mirëpo ende pjesa më e madhe e fermerëve, rreth 80% e tyre punojnë pa sigurime. Mospërfshirja në sigurime e kësaj kategorie përbën një rrezik afatgjatë për qëndrueshmërinë e sistemit të pensioneve. Nëse gati 1/3 e forcës punëtore nuk kontribuon në skem, kjo krijon presion mbi buxhetin e shtetit dhe rrit pabarazit në mbrojtjen sociale, ka vënë në dukje Organizata Ndërkombëtare e Punës ILO në raportet e mëparshme për Shqipërinë.